Një automjet i llojit Benz ka marrë flak në ecje. Benzi ka shpërthyer në flak rreth orës 10:40 minuta të mëngjesit të kësaj të shtune në bajpasin e Vlorës, aks ky që lidh qytetin me fshatin Tragjas. Shkak për flakët mësohet se ka qenë një defekt në motor që ka prodhuar më pas shkëndija elektrike. Ka qenë drejtuesi i mjetit i cili ka vërejtur tymin që po dilte prej pjesës së motorit, i cili ka dalë fillimisht nga makina së bashku me pasagerët dhe më pas ka lajmëruar policin. Ndërkohë është njoftuar për rastin në fjalë edhe zjarrfiksja e Vlorës, e cila për shkak të largësisë dhe trafikut ka mbërritur disa minuta më pas në vend ngjarje. Nga mjeti, siç duket nga pamjet, nuk ka mbetur më asgjë, duke u shkrumbuar totalisht. Zjarrfiksit kanë ndërhyrë për të shuar flakët, duke mos arritur të shpëtojnë asgjë nga mjeti i llojit Benz. Fatmirësisht, nuk ka persona të lënduar. Zjarrfiksja e Vlorës ka nisur më pas pastrimin e segmentit rrugor nga pjesët e makinës, fillimisht në flak, që ishin shpërndar kudo dhe përbënin një problem për qarkullimin e automjeteve. Raste të makinave që marrin flak përgjatë periudhës së beharit, kur janë temperaturat e larta, janë me dhjetra. Kjo edhe për shkak të pakujdesisë së drejtuesve të automjeteve, të cilët i harrojnë pa ujë, apo dhe për shkak të mungesës së kontrollit, shërbimeve të mjeteve, të cilat më pas prodhojnë një sër defektesh të shumta, por vlen të theksojmë edhe faktin që me dhjetra automjete digjen çdo muaj në rrugët e Vlorës, në veçanti në terrene malore ose kodrinore, ku dhe për shkak të rrugës kalojnë në mbinxehje, duke shfaqur më tepër probleme, por edhe shumë defekte të cilat nuk konstatohen dot në kohë, pasi nuk lën shenjë, duke dashur një kontroll më të imtësishëm. Prodhojnë të tilla pasoja për mjetet që çojnë deri në shkrumbimin e tyre. Nuk përjashtohen as rastet ku djegja e makinave prodhon dëme të shumta materiale, por edhe persona të lënduar. Jo vetëm kaq, por një automjet që merr flak në ecje mund të jetë një rrezik konstant edhe për vetjetën e drejtuesit të automjetit dhe pasagerëve që ndodhen në të. Ndaj kërkohet më tepër kujdes për t'i paraprirë dhe për t'i ndaluar të tilla situata të cilat mund të parandalohen me kontrollet e automjetit, qoftë edhe për të parë nivelin e ujit apo vajit në motor.